Më 24 qershor të vitit 1992, me propozim të patriarkut ekumenik Bartolomeu, Anastas Janulatos u zgjodh kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Anastas Janulatos mbërriti në Tiranë në korrik të vitit 1991 si misionar i përkohshëm për të përmbushur një detyrë të kërkuar nga realiteti i një Shqipërie të sapodal nga izolimi i egër komunist që kishte ndaluar fen me kushtetut qysh prej vitit 1967. Kisha ortodokse shqiptare ishte trajtuar nga komunizmi me të njëjtën mënyrë si edhe besimet e tjera. Klerikët e vjetër ose ishin pushkatuar ose kishin vdekur në burgje dhe në vend nuk ishte mbetur asnjë peshkop i gjallë i cili mund të shuguronte priftërinj të rinj me qëllim që kisha të ringrihej institucionalisht. Në këto kushte, Patriarkana Ekumenike e Konstantinopojës vendosi të ndërhyjë duke përzgjedhur pikërisht Anastas Janulatosin deri në këtë periudhë peshkop me një përvojë misionare në Afrikë si dhe profesori i historisë së feve në Athinë. Qëllimi i tij fillestar dhe i deklaruar ishte thjesht vlerësimi i situatës dhe hapja e rrugës për zgjedhjen e klerikëve shqiptar dhe ringritjen e kishave ortodokse. Mirpo duke parë mungesën totale të klerit të shkolluar shqiptar, në 24 qershor të vitit 1992, Patrikana vendosi të zgjidhte Anastas Janulatosin si kryepeshkop të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Pikërisht ky kalim nga misionari përkohshëm në udhëheqjes të përhershëm shënoi piknisjen e një debati kombëtar që do të zgjaste mbi 3 dekada deri në largimin e tij nga jeta. Për mbështetësit, kryepeshkopi Janulatos do të mbetej arkitekti që ringriti nga hiri një kishë të azgjësuar nga komunizmi, ndërsa për kritikët dhe nacionalistët shqiptar, ai përfaqësoi një instrument të zgjatjes së influencës helenike dhe cënim të amanetit të Fanolit për një kishë me kler plotësisht vendas. Bazuar edhe në marrëdhëniet e acaruara mes Shqipërisë dhe Greqisë, presidenti i kohës Sali Berisha dhe qeveria e Partisë Demokratike nisën ta shihnin Anastas Janulatosin si një rrezik për sigurinë kombëtare dhe si eksponent të mundshëm të qarqeve shoviniste greke që pretendonin Vorjo Epirin. Në këtë këndvështrim, demokratët futën në draft kushtetutën e vitit 1994, një nen që thoshte se krerët e komuniteteve të mëdha fetare duhej të ishin shtetas shqiptar të lindur në Shqipëri. Gjithçka kishte lidhje me largimin e Janulatosit, por se referendumi popullor e rrëzoi kushtetutën e re, duke bërë të mundur vijimin e Janulatosit në krye të kishës ortodokse shqiptare. Fushata e qarqeve nacionaliste shqiptare kundër kryepeshkopit Janulatos do të vazhdonte e pandërprer. Kritikët e akuzonin atë pambarimisht se po zvendçonte frymën oliane të kishës me një agjent helenike. Kundërshtit nisën të shtoheshin kur u mësua se në disa kisha të caktuara të jugut të vendit, si në Korçë, Gjirokastër apo Himar, shërbesat po kryeshin vetëm në gjuhën greke, ose kur klerik të lartë grek mbanin qëndrime të hapura apo të dyshimta ndaj sovranitetit të Shqipërisë. Një tjetër debat do të shkaktonte edhe fakti se kryepeshkopi Janulatos e udhëhoqi kishën si një shtetas juaj, i pajisur vetëm me leje qëndrimi. Kjo sepse presidentët e njëpasnjëshëm të Shqipërisë, me qëllim për të ruajtur ekuilibrat nacionalist, refuzonin të jepnin pasaportën shqiptare. Debati mori fund vetëm në dhjetor të vitit 2017, kur presidenti Ilir Meta i akordoi atij zyrtarisht nënshtetësinë shqiptare. Gjithsesi, përtej debatit nacionalist, bilanci administrativ i kryepeshkopit Janulatos mund të konsiderohet i suksesshëm. Ai arriti të ndërtonte infrastrukturën e plot të kishës ortodokse shqiptare, pothuaj nga asgjëja. Në ndërtimin e tij u ndërtuan nga themeli mbi 150 kisha të reja, u restauruan mbi 60 kisha e manastire, që ishin edhe monumente kulture dhe u rikonstruktuan qindra të tjera. Po kështu, Anastas Janulatosit i njihet atributi i hapjes në Durrës të Akademisë Teologjike Ngjallja e Krishtit, ku janë shkolluar dhe shuguruar për mbi 150 klerik të rinj, që të gjithë shtetas shqiptar. Një investim i pakontestueshëm për të krijuar një bazë klerikësh që kisha ortodokse shqiptare të mos mbetej e varur nga të huajt në të ardhmen. Po kështu, për sa i përket harmonisë ndërfetare në Shqipëri, kryepeshkopi Janulatos u pozicionua në mënyrë të moderuar. Ai ushqua për bashkimin e ngushtë me krerët e komunitetit musliman, katolik dhe bektashian. Një realitet që e ktheu Shqipërinë në një model botror, duke bërë që Janulatos në vitin 2000 të nominoi edhe për çmimin Nobel për paqe. Anastas Janulatos u nda nga jeta më 25 janar 2025 në moshën 95 vjeçare
duke lënë pas një strukturë solide, të pasur me një rrjet të plot arsimor, mjekësor dhe fetar. Pak kohë para vdekjes, në një intervistë për mediat greke ai deklaroi qartë amanetin e tij publik. Pasardhësi im duhet të jetë shqiptar. Ne nuk shkuam në Shqipëri për të ndërtuar një koloni, por për të ngritur një kishë autokefale. Kjo deklarat zbuti shumë prej toneve kritike të vjetra dhe tregoi se ai e pranonte si të përmbushur misionin e tij tranzitor, duke u lënë stafetën klerikëve ortodoks me gjak shqiptar.